Nuk po imban do të lotët nga piklimi kur po e sheh baktin e zhytur në ujë. Ragib Bytyçi nga fshati Tërn po thot se çdo vit po ballafaqohen me vërshimet, përderisa qeveritarët as që po bëhen me rak për gjendjen e banorëve. Ky plak i cili ka një numër të madh të lopëve dhe deleve, thot se nuk ka ku t'i çojë ato, pasi që ahuri i është mbushur përplot me ujë, ndërsa ushqimi baktive është dëmtuar i gjithi. Një ditë ku pas qështu, me kusinja të nxerë, sot rani pionin që të kajtë e labori. Ta nuk e gjithë që të më morë vesh, ta sërbishtë të spëndetësi. Super një, su kur të shiko se frizojnë, po dhe mu nuk me e qenë. Shumë njëre ka qenë frizojnë, shtimja e në mënu, lëpionin, kejtë uj, i lëpionit që duhet të leonë, reka gadimës, reka të krejtë që bandhirë në lesë ko ku shkë ka të aplicion, jam shilë. Edhe që, të kur uj që ka morë, pas së vjetë. Për papërgjegjësinë e pushteteve lokale dhe qendrore ndaj këtij problemi të përvjetshëm, flasin edhe banorë të tjerë të Tërnit. Pranverë kështu në mars, të sene, po fajtura është komuna, këto nuk e qelë sitnicën kënej, ka lipjanin, dhe tash kamet e mbyllt, edhe ujë në kthehet mbrapa shtëpia. Jo para këtu, po mbrapa tash në kthehet. Në kohën e Serbisë nuk s'ka hi mbrapa asnjëherë. Domthonë veç tash mas luftës. Me mirë, 7 vjet i kam. Që ky ujë, që shtu nuk ka orë, ka shku të lej. Ta gjithë mënë nuk kom rrëdhë kur që shtu për një që të vjerë zonën ujën zinati, edhe komuna kur nuk e ka qelë shtratin e Sitnicës, edhe këtë shtratin pe Kosharës deri ka me qelë kur ujë nuk më lirë. Kush? Jo janë këtu, së më konën për atje së një qënë kur. Gjithë mund u konë qështi. Por që nga mbrëm në fshatin Tërn është prezent drejtori bujqësisë Xhemaj Reqica, i cili, pos bashkëndjenjes me banorët e këtij fshati, thot se komuna ka shumë pak mundësi t'ju ndihmoj në zgjidhjen e këtij halli jetik. Ka shtëpia në ujë, ka kafshë në ujë, domethënë të gjitha janë të rrezikuara për momentin dhe ajo që kemi thonë më herët neve po na sillet mas 10 orë, 12 orë po na vinë vërshimit pasi po ndërprehet. Por për fat keq edhe sot po bie shi, është më erona. Dhe pejmëngjesit, pe orës 6 se jam këtu në sot. Tek deri tash ka rritet niveli edhe për 30 cm i ujit, që unë jam shumë i prengosur që për një kohë edhe më të shkurtër do ta rritet edhe më shumë niveli. Kush duhet me lëviz sot? Kush është faktori kryesor sot për me lëviz nuk mundem përveç lypjanit me shkarku ujin, përndryshe kënena gjitha ujrat janë, as nuk kemi vërshime ferizaj, as nuk ka në pjesa Kosharës e Lëbosë kënej. Për vetëm është Tërni që grumbullohet pika më e ulët e grumbullimit të ujit, është fshatin Tërn dhe uji nuk lëviz. Ndërkaq kryetari i Lipjanit Imri Ahmeti tha se gjendjen e Tërnit e ka parë vetë, por sipas tij, komuna e Lipjanit nuk i ka mundësitë financiare për të vepruar shpejt. Madje Ahmeti thot se për problemin e Tërnit duhet angazhohet Muharrem Sfarqa. Se kam një jetë më morë me ti do në parë, do shmi do frizoj, pëse me do në për ta. Ti qëtë 100.000, ai që e zimi problemin e Tërnit. Kur më në Tërn ujë s'kom e tardhë. Kryetari Ahmeti tregoi se Lipjani për çdo vit ka ndarë mjete për rregullimin e shtratit të Sitnicës, por ky problem është më i madh se sa fondet e kësaj komune. Menoj që Sitnica është një problem madhor që duhet me morë përsipër qeveria e Kosovës. Kushton një projekt milionsh. 8.8 milion është para pa investim, sepse ka dikun rreth 12 kilometra gjatësi shtrati i lumit që përshkon teritorin e Frizojt, Lipjanit, Graçanicës, fush Kosovës o Biliqit. Pa ndonjë një investim i tillë, është vështirë me zgjidh për një kohë më të gjatë. Shpesh në për takime me kryetarin e komunës në diskutim ka qenë pikërisht ky projekt. Po. Ende nuk rrohet në bashkëpunim për mi nda fondes bashku me bën një zgjidhje? Po le të flitet, po le të shikohet buxheti është para pona i mjet për këtë punë. Edhe nga komuna Frizojt, edhe nga komuna tjera për rreth. Asnjë komunë nuk ka para po asnjë cent për këtë punë. Lipjani është i vetmi që ka nda dhe ka heq dorë nga disa prioritete tjera të i dha prioritet shtratit lumit. Sepse mendojmë që është situatë e domosdoshme intervenimi dhe ne do të intervenojmë, sigurisht do të intervenojmë, por mos të presin gjitha komunat për rreth që ne do të zgjidhim problemet e të tjerëve. Ne do të zgjidhim problemin tonë edhe me këtë intervenim që do ta bëjmë. Sido që të jetë, derisa pushtetet lokale dhe qeveria e Kosovës të mos i përvishen seriozisht punës për hapjen dhe pastrimin e shtratit të lumit Sitnica, banorëve të Tërnit u mbetet shpresa
që do t'i mbjetojnë rreshjeve të ardhshme të shiut.